Unë u gjenda rastësisht të punoja në arkivin e filmit. Unë as nuk e njeh fare që ekzistonte arkivi i filmit në atë kohë, por rastësisht kishte mbaruar puna ku punoja në vitin 2001 dhe në atë kohë mund të punësohesh edhe pa konkurs, ende nuk ishe futur, mjafton të kishe diplomën për vendin, pozicionin e punës që ishte bosh, dhe ishte koha e emigrimeve të mëdha, mbaj mend paraarsi im në redaksinë e arkivit të filmit, emigroi për në Shtetet e Bashkuara, kështu që nga një takim i rastishëm me drejtoreshën e asaj kohe Natasha Lago, ajo donte të punsonte një vajzë të re që të dinte edhe çik nga kjo ana nga kompjuteri, se edhe kompjutera nuk ishin atëherë. Në atë kohë filluan të futeshin. Sepse Natasha kishte projektin për të bërë kartelizimin digjital. Të gjitha kartelat që ne kishim trashëguar nga Kino Studio, të Skënderit të filmave, duheshin kartelizuar tani në kompjuter.